lajme do të ndiqni shtrëngimi i karburanteve nuk u përkthye në shpërtim të fortë inflacionit në muajin mars, ndonse goditi drejt për drejt kostot e transportit. Pavarësisht rritjes së ndjeshme të çmimeve të karburanteve, importi në muajin mars mbar rekordin e 8 viteve të fundit. Trueza importuare e Shqipërisë në shkurt të këtij viti arriti në gati 11 miliard lekë, më shumë se gjysma e totalit u furnizua vetëm nga 6 shtete. Kostoja e disa produkteve dhe shërbimeve të përditshme mbetet pjesë e rëndësishme e shpenzimeve të qytetarëve, përfshirë transportin, ushqimet dhe pijet. Mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në Skan Televizion për të njohur me zhvillimet ekonomike të ditës. Bordi i Transparencës vendosi uljen e çmimit të shitjes me pakicë të naftës nga 224 lekë në 220 lekë për litër, ndërkohë çmimi i benzinës ka mbetur i pandryshuar në 181 lekë për litër. Bordi i Transparencës ka vendosur uljen e çmimit të karburanteve në tregun vendas. Në mbledhjen e zhvilluar më 8 prill, u përcaktua që çmimi maksimal i shitjes me pakicë për naftën të jetë 220 lekë për litër, nga 224 lekë që ishte vendosur vetëm pak ditë më parë. Në tregun me shumicë nafta do tregtohet jo më shumë se 208 lekë për litër, nga 212 lekë për litër në vendimin e mëparshëm. Në total ulja rezulton me 4 lekë për litër. Ndërkohë çmimi i benzinës ka mbetur i pandryshuar. Ai do vijojë të jetë në nivelin maksimal prej 181 lekë për litër në pakicë dhe 169 lekë për litër në shumicë, njësoj si në vendimin e datës 3 prill. Çmimet e reja hynë në fuqinë më 8 prill, ora 15:30 dhe do mbeten të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, kur pritet të reflektohen luatjet e mëtejshme të tregjeve ndërkombëtare. Autoritetet i bëjnë thirrje operatorëve të tregut për zbatim rigoroz të vendimit, duke paralajmëruar masat deri në pezullim aktiviteti në rast shkeljesh. Shtrëngimi i karburanteve pas krizës në lindjen e mesme nuk u përkthye në një shpërtim të fortë të inflacionit në muajin mars, ndonse goditi drejt për drejt kostot e transportit. Inflacioni vjetor u ngjit në 2.6%, ndërsa çmimet e transportit u rritën me 7.1% në një muaj. Rritja e çmimit të karburanteve pas krizës në lindjen e mesme me çmimin e naftës që ka arritur në 224 lekë për litër nuk dha një goditje të fortë në inflacionin total të marsit, megjithëse u reflektua ndjeshëm te kostot e transportit. Instat bëri të ditur si inflacioni vjetor në mars arriti në 2.6%, ndërsa krahasuar me shkurtin çmimet e konsumit u rritën me 0.7%. Të dhënat e publikuara tregojnë se lëvizja më e fortë në mars erdhi pikërisht nga grupi transporti, çmimet e të cilit u rritën me 7.1% krahasuar me shkurtin dhe 7.5% në raport me një vit më parë. Kjo e bën transportin zërin më të ekspozuar ndaj shtrejtimit të karburanteve në një kohë kur tensionet e reja në lindjen e mesme kanë shtuar pasigurinë në tregjet ndërkombëtare të energjisë. Të dhënat historike tregojnë se transporti ka qenë tradicionalisht një nga sektorët më të ndjeshëm ndaj goditjeve të jashtme, pas një periudhe të gjatë rënjesh dhe stabilizimi gjatë viteve 2023-2025. Në mars të vitit 2026, ky grup shënoi një rritje vjetore prej 7.5%, duke u kthyer një nga kontribuesit kryesor në rritjen e çmimeve. Krahasuar me shkurtin e po të njëjtit vit, rritja më e madhe e çmimeve përveç transportit u shënua edhe nga ushqime dhe pije jo alkolike me 0.7%, mobilje, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje me 0.4%, argëtim, sport dhe kulturë me 0.3%, shëndeti dhe restorante, shërbime, akomodimi me 0.1% secili. Nga ana tjetër, çmimet e grupit veshje dhe këpucë ulën me 0.3%, pasuar nga grupet kujdesi personal dhe mallre shërbime të ndryshme me 0.2% dhe qira, ujë, energji elektrike, gaz dhe karburante të tjera me 0.1%. Sa i përket ndryshimeve vjetore, transporti u pasua nga grupe si qira, ujë, energji elektrike, gaz dhe karburante të tjera me një rritje prej 4.8%, sigurime dhe shërbime financiare me 4.5%, argëtim, sport dhe kulturë me 2.9%, mobilim, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje shtëpisë me 2.6% dhe restorante, shërbime, akomodimi me 2.4%. Megjithatë, pesha e transportit në inflacionin total mbeti më e kufizuar sa mund të pritej nga ritmi i fortë i rritjes mujore. Sipas Instat, ndikimin më të madh në inflacionin vjetor të marsit e dha grupi qira, ujë, energji elektrike me 0.95%, ndërsa transporti kontriboi me 0.48%. Pavarësisht shtrëngimit të ndjeshëm të çmimeve të karburanteve në tregun vendas për shkak të luftës në lindjen e mesme, importi ka shënuar rritje të konsiderueshme gjatë muajit mars, edhe në raport
me muajin mars të 8 viteve të fundit, pra duke nisur nga 2019, rezulton se në mars të këtij viti janë zhdoganuar karburante më shumë në sasi. Rritjen drastike të çmimit të naftës dhe benzinës për shkak të konfliktit në linjën e mesme, qytetarët shqiptar po e sfidojnë duke konsumuar më shumë. Kjo për shkak se importi i karburanteve në Shqipëri ka shënuar një rritje të konsiderueshme gjatë muajit mars 2026. Referuar të dhënave paraprake zyrtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, të siguruara nga televizioni Skan, sasia e karburanteve të importuara dhe zhdoganuara në muajin mars rezulton më e lartë krahasuar me muajt e mëparshëm të këtij viti. Rritja është e dukshme jo vetëm në raport me shkurtin, por edhe me janarin 2026, duke sinjalizuar një zgjerim të furnizimit në treg, pavarësisht presioneve të jashtme. Konkretisht të dhënat tregojnë se në mars 2026, muaji i cili solli rritje të ndjeshme të çmimit të naftës në treg, e cila arriti në afro 224 lekë për litër, janë zhdoganuar 56.903 ton karburante, me një rritje prej 5.013 ton, ndërsa në raport me janarin 2026, rritja është 3.491 ton. Ajo që vjet re nga shifrat është se edhe në raport me muajin mars të 8 viteve të fundit, pra duke nisur nga viti 2019, rezulton se në mars 2026 janë zhdoganuar më shumë në sasi. Rritja e importit mund të jetë e lidhur me disa faktorë kryesor. Arsyeja e parë mund të jetë një shtim i furnizimit nga kompanitë importuese për t'i paraprirë paqëndrueshmërisë në tregjet ndërkombëtare, të ndikuara nga tensionet gjeopolitike në lindjen e mesme. Së dyti, rritja e kërkesës në tregun vendas lidhet edhe me rritjen sezonale të aktivitetit ekonomik, çka mund të ketë shtyrë operatorët të rrisin volumin e furnizimit. Dhe e treta është se pavarësisht çmimit, qytetarët nuk kanë reduktuar lëvizjet. Çmimet e karburanteve në Shqipëri kanë pësuar një rritje të ndjeshme gjatë javëve të fundit, të ndikuara nga luhatjet në bursat ndërkombëtare të naftës dhe kostot e transportit. Kjo ka sjellë presion shtesë mbi konsumatorët dhe bizneset, veçanërisht në sektorët që varen nga transporti dhe logjistika. Për këtë arsye, qeveria ka marrë masa duke ngritur bordin e transparencës për të kontrolluar abuzimet me çmimet, përmes vendosjes së çmimeve tavan të shqitjes me shumicë dhe pakicë së naftës dhe benzinës, si dhe ka vendosur uljen e akcizës me 20% kur çmimi kalon 220 lekë për litër. Nga ana tjetër është ngritur dhe një task force e cila kontrollon në mënyrë të përditshme në terren pikat e tregtimit me pakicë të karburanteve, me qëllim parandalimin e abuzimeve dhe mbrojtjen e konsumatorëve. Ndryshe nga produktet bujqësore, çmimet e ushqimeve të shportës nuk kanë ndryshuar krahasuar me një muaj më parë. Ndiqni vëzhgimin e televizionit të Skan në disa prej tregjeve në kryeqytet. Prej ditësh, qytetarët po përballen me çmime të larta të frutave dhe perimeve. Tregtarët thonë se kjo vjen si efekti i rritjes së çmimit të naftës, por a ka ndikuar çmimi i naftës në produktet e tjera ushqimore, të tilla si produktet e shportës? Deri më tani duket se jo. Çmimet e produkteve bazë të tilla si vaj vegjetal, mielli, sheqeri, makaronat, mishi dhe bulmeti, duket se nuk janë infektuar nga trendi i rritjes. Televizioni Skan ka kryer një vëzhgim ku vihet re se çmimet ndryshojnë edhe nga një market në tjetrin. 1 litër vaj lule dielli tregtohet nga 175 lekë deri në 199, ndërsa vaji i misrit kushton mbi 250 lekë për litër. Ndërkaq, mielli për përdorim të përgjithshëm tregtohet nga 75 deri në 150 lekë për kilogram. Sheqeri është një produkt i cili gjithashtu ka pësuar rritje dhe shitet nga 65 deri në 75 lekë për kilogram. Edhe makaronat ndryshojnë nëse janë produkte vendi apo importi dhe cilësia e tyre, ku prodhimet shqiptare janë më të lira krahasuar me ato të huaja. E njëjta gjë vlen edhe për orizin, i cili ka disa kualitete dhe përdorime, dhe çmimi mesatar është rreth 200 lekë për kilogram. Megjithatë, shumica e marketeve të mëdha bëjnë edhe oferta në produktet bazë. Në këtë mënyrë, konsumatorët mund të zgjedhin produktet më të lira dhe çfarë përshtatet me buxhetin e tyre. Sa i përket bulmetit dhe mishit, sërish çmimet mbeten të pandryshuara. Tregtarët jashtë kamerave shprehen se çmimet në tregjet e shumicës kanë pësuar një rritje të lehtë, por tregtarët e pakicës ende nuk i kanë reflektuar për shkak të frikës së humbjes së klientëve, duke thënë se po fitojnë më pak në situatën kur kostot janë rritur ndjeshëm. Tryeza importuare e Shqipërisë në shkurt të këtij viti arriti në gati 11 miliard lekë, më shumë se gjysma e totalit u furnizua vetëm nga 6 shtete, me Italinë dhe Greqinë në krye të listës dhe Serbinë në grupin e partnerëve kryesor.
Shqipëria importoi 11 miliard lek produkte ushqimore gjatë muajit shkurt me tregun që mbështetet fort te një numër i kufizuar shtetesh furnizuese. Të dhënat sipas vendeve tregojnë se Italia mbetet partneri kryesor i tryezës së importuar shqiptare me rreth 2.4 miliard lek, e ndjekur nga Greqia me 1.5 miliard lek. Vetëm këto dy vende mbajnë së bashku 35.6% të totalit të importeve ushqimore të muajit. Pas tyre rënditen Serbia, Gjermania, Turqia dhe Polonia. Në total, 6 furnizuesit kryesor mbulojnë 54.6% të importeve ushqimore të shkurtit, çka tregon përqendrim të lartë të tregut. Por tabloja nuk mbaron të rënditja sipas totalit. Shifrat tregojnë se secili shtet sjell në Shqipëri një profil të ndryshëm produktesh. Italia dominon sidomos te produktet e përpunuara dhe te pijet. Zërat më të mëdhenj nga ky treg janë pijet, alkoole dhe uthullat me 389.9 milion lek, përgatitjet prej drithrave me 320.1 milion lek, si dhe kafeja, çaj dhe erëzat me 281 milion lek. Kjo tregon se pesha e Italisë nuk lidhet thjesht me mallat bazë, por me një segment të fortë ushqimesh të përpunuara dhe produktesh me vlerë të lartë tregtare. Greqia ndërkohë ka një tjetër profil. Ajo shfaqet shumë e fortë produktet që lidhen me konsum të përditshëm dhe me segmentin e frutave dhe perimeve. Nga Greqia vijnë kryesisht përgatitjet prej zarzavateve, frutave dhe arave me 345.9 milion lek, fruta dhe arat e ngrënshme me 258.4 milion lek dhe zarzavatet e ngrënshme. Serbia ndërkohë mbështet më fort në segmentin e mallrave bazë dhe zinxhirin agro-ushqimor me peshë të madhe të drithrat, mbetje dhe kthimet nga industria ushqimore dhe pijet. Gjermania del më e fortë te zarzavatet, e produktet bulmetore, vezët dhe mjalti dhe nga kakao dhe përgatitjet prej saj. Turqia nga ana tjetër ka një profil të spikatur te përgatitjet prej drithrave, te zarzavatet dhe drithrat me 58.8 milion lek. Ndërkohë importet nga Polonia janë të përqendruar sidomos te përgatitjet prej drithrave, miellit, niseshtes apo qumshtit, te përgatitjet e ndryshme të ngrënshme, te sheqerna dhe ëmbëlsirat, dhe te kakao e përgatitjet e kakaos. Pra Polonia hyn fort në segmentin e produkteve të përpunuara, ëmbëlsirave dhe ushqimeve industriale. Në plan më të gjerë, importet ushqimore të shkurtit dominohen nga disa grupmalla kryesore. Në vend të parë janë përgatitjet prej drithrave, miellit, niseshtes apo qumshit. Pas tyre vijnë pijet, alkoole dhe uthullat, drithrat, fruta dhe arat e ngrënshme dhe përgatitjet e ndryshme të ngrënshme. Kostoja e disa produkteve dhe shërbimeve të përditshme në Shqipëri mbetet një pjesë e rëndësishme e shpenzimeve të qytetarëve, duke përfshirë transportin, ushqimet, pijet dhe kostot e telefonit. Kostoja e produkteve dhe shërbimeve të përditshme në Shqipëri mbetet një nga faktorët kryesor që ndikon në buxhetin e familjeve. Çdo ditë qytetarët përballen me një sër shpenzimesh që lidhen me transportin, ushqimin, pijet apo shërbimet bazë, të cilat në total përbëjnë një pjesë të konsiderueshme të ardhurave mujore. Në mesin e shpenzimeve më të zakonshme është transporti urban. Një udhim vajtje-ardhje me transport publik në vend kushton 80 lek, një çmim që paguhet çdo ditë nga mijëra qytetarë që lëvizin për punë, shkollë apo aktivitete të tjera. Një tjetër shpenzim i përditshëm për shumë persona është edhe konsumi i kafes. Një macchiato apo kafe në bare kushton rreth 80 lek, duke e bërë atë një nga produktet më të konsumuara gjatë ditës. Ndërkohë për ata që zgjedhin të konsumojnë pije të tjera, një birrë 0.5 litër kushton mesatarisht rreth 304.9 lek, ndërsa një ujë mineral arrin në rreth 113.7 lek. Edhe produktet ushqimore bazë ka një rol të rëndësishëm në shpenzimet e përditshme. Buka, një nga produktet më të domosdoshme në tryezën e familjeve shqiptare, kushton mesatarisht 137.6 lek, ndërkohë një vezë kushton rreth 27 lek, ndërsa qumshti shitet mesatarisht për 156.5 lek. Përveç ushqimeve bazë, në treg gjenden edhe produkte të tjera që konsumohen shpesh gjatë ditës. Lëngjet e frutave për shembull arrin në një çmim mesatar prej 706.3 lek, duke u renditur ndër pijet me kosto më të lartë krahasuar me disa produkte të tjera të zakonshme. Ndërkohë një nga shpenzimet që ndikon drejt për drejt në kostot e transportit të lëvizjes është edhe karburanti. Çmimi i naftës në treg arrin rreth 218 lek, një faktor që ndikon jo vetëm në buxhetin e drejtuesve të automjeteve, por edhe çmimet e produkteve dhe shërbimeve të tjera. Kostoja e naftës është rritur pas luftës në lindjen e mesme. Një tjetër kosto e rëndësishme për qytetarët është edhe komunikimi. Kostoja mujore e telefonit arrin mesatarisht në 1415 lek, duke përfshirë paketat e zakonshme të shërbimit që përdoren nga konsumatorët. Ndërkohë për ata që zgjedhin të konsumojnë ushqim jashtë shtëpisë, çmimet janë më të larta. Një vakt në fast food KFC kushton rreth 853 lek, një shpenzim që shpesh bëhet pjesë e konsumit të përditshëm, veçanërisht në zonat urbane. Në tërësi, këto të dhëna tregojnë një panoramë të qartë të kostos së disa prej produkteve dhe shërbimeve më të përdorura në jetën e përditshme në Shqipëri. Edhe pse çmimet mund të ndryshojnë nga një qytet në tjetrin apo nga një biznes në tjetrin, ato japin një ide të përgjithshme mbi shpenzimet që qytetarët duhet të përballojnë çdo ditë.
Vendimi për skemat e mbështetjes në bugjesi për vitin 2026 ka hyrë në fuqi dhe tashmë pritet udhëzimi përkatës që do t'i hap rrugë aplikimeve për fermerët. Skema këtë vit do të ketë risi duke synuar mbështetje më gjithëpërfshirëse. Skemat e reja të mbështetjes në bujqësi përmes pagesave direkte dhe investimeve kanë hyrë zyrtarisht në fuqi dhe tashmë pritet udhëzimi përkatës për përcaktimin e kritereve dhe hapjen e aplikimeve. Fondi total që do të shpërndahet është 52 milion euro për vitin 2026 dhe këtë vit skema ka risi të rëndësishme pasi është rritur masa e financimit për krerë në blegtori dhe bletari dhe është përgjysmuar edhe tavani i tufave që duhet të kenë fermerët për përfitim, çka do të thotë se do të ketë më shumë blegtorë dhe bletarë që do të përfitojnë në raport me vitet e mëparshme. Ndërsa skema e naftës nuk do të aplikohet si më parë, por do të mbulohet përmes rimbursimit të 10% të faturave të shitjes. Nga ana tjetër, si pjesë e skemës së investimeve është shtuar dhe mbështetja me grante deri në 10.000 euro për fermerët dhe blegtorët e rinj për investime në ferma bujqësore dhe blegtorale. Konkretisht referuar vendimit, blegtorët me jo më pak se 5 krerë lop ose më shqera do të marrin 12.000 lekë për krerë për tufën bazë të matrikuluar. Do të jepen 1.500 lekë për krerë për tufën bazë të matrikuluar për çdo fermer me jo më pak se 50 krerë dele apo dhi. Për pjesën mbi 300 krerë, masa e përfitimit zvogëlohet me 50%. Skema financon 2.000 lekë për zgjua për aplikant me jo më pak se 25 zgjoje. Për pjesën mbi 150 zgjoje, masa e përfitimit zvogëlohet me 50%. Për herë të parë është futur mbështetja për dosa dhe paradosa të matrikuluara në vlerën deri në 7.000 lekë për krerë, me jo më pak se 5 krerë. Për pjesën mbi 100 krerë, masa e përfitimit zvogëlohet me 50%. Risi është edhe financimi me 100 euro për hektar për sipërfaqe të mbjella me kulturë bujqësore, për jo më pak se 3 hektar. Skema financon gjithashtu për herë të parë kontrollin biologjik të dëmtuesve të perimeve deri në 70% të vlerës totale të faturave tatimore për blerjen e materialeve biologjike për fshirjen insektet e dobishme, por jo më shumë se 40.000 lekë për dynym në rastin e 2 mbjelljeve në vit. Do vijojë të financohen fermat organike deri në 300.000 lekë si dhe implementimi dhe certifikimi Global Gap. Qeveria ka përcaktuar se 2.5 miliard lekë nga fondi total shkojnë për skemën e investimeve, ku bën pjesë mbështetja e fermerëve të rinj si dhe financimi për ndërtimin apo rikonstruksionin e staneve ose pajisjeve për përmirësimin e kushteve, ku masa e përfitimit është në 70% të vlerës së faturave tatimore, por jo më shumë se 3 milion lekë për subjekt. Për pajisje, makineri dhe mjete bujqësore për mekanizimin dhe modernizimin e proceseve të punës në ferma bujqësore dhe blegtorale, masa e përfitimit është deri në 50% të vlerës së faturave tatimore. Përfitues janë fermer individual, persona fizik, persona juridik dhe shoqëri të bashkëpunimit bujqësor. Qeveria miratoi fondin prej 100 milion lekësh për të nxitur inovacionin dhe eksportet tek biznesi i vogël. Për ekspertët, ky vendim mirëpritet si një injektim me likuiditeti, por cilët duhet të jenë sektorët prioritar për të mbështetur, ndjekim kronikën. Fokusit e inovacioni dhe eksporti shihet si një rrugë e vetme për të rritur qëndrueshmërinë e ekonomisë shqiptare. Fondi prej 100 milion lekësh pritet të mbështesë ato ndërmarrje që synojnë të kalojnë kufijt, por sa do të ndihmohen bizneset shqiptare me këtë grant nga qeveria? Ky është një lajm shumë i mirë për biznes në vogël dhe të mesëm, për shkak se nevoja për likuiditet dhe para, sidomos për investim në këtë fazë biznesi është e madhe, dhe të mos harrojmë faktin që në raportin e fundit Banka e Shqipërisë konfirmoi që për vitin që shkoi vetëm 7% e bizneseve të vogla dhe të mëdha kishin arritur të përthithnin kredi të buta në skemën që është për kreditimin e butë. Gjë e cila do të thotë që ne kemi një problem strukturor, burokratik dhe administrativ për sa i përket kësaj kategorie të biznesit dhe ndërhyrja e qeverisë për ta lehtësuar disi duke dhënë grant është më së mirëpritur. Por cilët janë sektorët që duhet të kenë prioritet në shpërndarjen e këtij fondi? Dy sektorë të parë që më shkojnë në mendje janë bujqësia, që lidhet direkt me prodhimin e produkteve tona bujqësore, si pasojë edhe luftës tashmë në linjën e mesme, po ka një efekt qëndësishëm, dhe fasonët ose eksportuesit e përpunimit, të cilët kanë vështirësi të mëdha, kryesisht si pasojë e forcimit të lekut dhe kundrejt euros. Më pas kemi edhe sektor tjerë, sidomos ato që lidhet me shërbimet në turizëm apo dhe sektorit digjital, të cilët janë në rritje dhe kanë nevojë për këto para pikërisht për të përmirësuar edhe më tej shërbimin apo produktin që ato ofrojnë në mënyrë që ta kenë sa më konkurrues në treg dhe sa më cilësor. Ndërsa qeveria ka vendosur në dispozicion mjetet financiare, mbetet për të parë nëse ky fond do të arrijë të shndërrohet në një motor zhvillimi për inovacionin dhe jo vetëm.
Interesi i grave dhe vajzave për sipërmarrje në Shqipëri është në rritje të ndjeshme. Aplikimet për grante janë më shumë se dyfishuar për gjatë 3 viteve të fundit, duke sinjalizuar një orientim të ri drejt biznesit. Rritet ndjeshëm interesi i grave dhe vajzave për sipërmarrje në Shqipëri. Të dhënat e fundit nga Startup Albania tregojnë një rritje të fortë të aplikimeve për grante nga 211 në 2024, në 223 në 2025 dhe deri në 500 në vitin 2026. Ky trend shihet si një zhvillim pozitiv për ekonominë, por ekspertët theksojnë se duhet analizuar përtej shifrave. E para duhet ta shoh nga një zhvillim pozitiv, që tregon që gjithnjë e më shumë vajza dhe gra janë duke konsideruar sipërmarrjen si një mundësi reale. Por kjo rritje duhet parë pak edhe nga konteksti jonë social dhe kulturor. Pra, ne vajzat dhe gratë vim nga një kulturë ku shpesh vajzat rriten në një lloj zone sigurie, ku nuk inkurajohen që të zgjedhin rrugët që janë të pasigurta edhe me risk, po zgjedhin ato rrugët e sigurta. Ndërkohë sipërmarrja kërkon të kundërtën, kërkon guxim për të marrë riskun dhe kjo bën që edhe kur vajzat dhe gratë kanë interes, shpesh mungon guximi për ta çuar një ide deri në fund ose për ta ndërtuar atë në mënyrë shumë ambicioze. Dhe këtu hyn në lojë modelet. Pra, kur vajzat shohin gra reale që kanë ndërtuar biznese, që kanë marrë risk dhe që kanë arritur sukses, atëherë sipërmarrja bëhet pak më shumë e prekshme dhe më shumë e mundshme. Kështu që modelet nuk do t'i konsiderojmë vetëm frymëzim, po janë në fakt një ndryshim mentaliteti. Megjithatë, rritja e aplikimeve shoqërohet dhe me disa sfida që lidhen me qëndrueshmërinë e bizneseve të reja. Në të njëjtën kohë, mendoj që kjo rritje ka edhe disa rreziqe që duhen adresuar. Pra, nëse nuk shoqërohet me mbështetje reale, rrezikojmë që të krijojmë një sipërmarrje false. Pra, grantet kthehen në mbështetje afatshkurtër dhe jo në biznese të qëndrueshme që gjenerojnë profit. Kështu që në disa raste mund të krijohet varësia nga grantet. Dhe në këtë rast numri rritet, por impakti ekonomik mbetet I ulët nëse nuk menaxhohet si duhet. Ndërkohë, nëse kjo bëhet në mënyrën e duhur, mendoj që në afatgjatë ndikimi është shumë I fuqishëm. Së pari, formalizohet ekonomia, sepse ne gratë kemi tendencë më të lartë për të bërë gjërat në mënyrë të rregullt. Së dyti, pjesëmarrja ekonomike rritet, pra çdo grua që hap një biznes shton një aktor të ri në ekonomi, dhe së treti, mendoj që diversifikohet pak ekonomia dhe sektorët, sepse gratë shpesh hynë me ide të reja, kreative, ofrojnë shërbime që janë të ndryshme, le të themi, nga ato që ofrohen nga burrat. Pra, nëse mbështetja strukturohet siç duhet, sipërmarrja e grave mund të kontribuojnë në formalizimin e ekonomisë, rritjen e sipërmarrjes dhe diversifikimin e sektorëve në vend. Rreth 109.5 miliard lekë është vlera e kontratave për punë, mallra dhe shërbime të shpallura fituese për gjatë vitit 2025 nga institucionet shtetërore. Sipas Agjencisë së Prokurimit Publik, nga procedurat e zhvilluara vitin e kaluar janë kursyer rreth 17 miliard lekë ose 13% e fondit limit. Rreth 109.5 miliard lekë është vlera e kontratave për punë, mallra dhe shërbime të shpallura fituese gjatë vitit 2025 nga institucionet shtetërore, duke shënuar një rënje krahasuar me vitin 2024, kur kjo vlera arriti në rreth 172 miliard lekë. Të dhënat bëhen të ditura në analizën vjetore të Agjencisë së Prokurimit Publik, ku evidentohet se nga procedurat e zhvilluara në 2025 janë kursyer rreth 17 miliard lekë ose 13% e fondit limit. Një vit më parë, kursimi ishte rreth 14% ose 27.4 miliard lekë, çka tregon se edhe pse përqindja mbetet e përafërt, në vlerë absolute kursimi ka rënë ndjeshëm në linjë me uljen e fondeve të prokuruara. Edhe numri I procedurave ka pësuar rënje. Në vitin 2025 u shpallën 5.766 procedura, nga 6.811 në vitin 2024. Nga këto 1.525 procedura u anuluan, ndërsa 4.186 u finalizuan me fitues. Një vit më parë, procedurat e përfunduara me fitues ishin 4.836, duke reflektuar një tkurje të aktivitetit prokurues. Sa I përket procedurave me negocim pa shpallje paraprake, të njohura si tender në tavolinë,
Në vitin 2025 u zhvilluan 105 të tilla, që përbëjnë rreth 2.4% të procedurave të përfunduara me fitues dhe 2.8% të fondit total. Në vitin 2024, këto procedura përbënin 2.3% të totalit dhe kishin një peshë më të ulët në vlerë, vetëm 0.4% të fondit total, duke treguar një rritje të ndikimit financiar të tyre gjatë 2025-s. Struktura e tenderve mbetet pothuajse e pandryshuar, edhe në 2025-ën. Pjesën më të madhe zëm prokurimet për mallra me 56%, të ndjekura nga shërbimet me 29% dhe punët publike me 15%, një shpërndarje e ngjashme me vitin paraardhës. Studimi Investropa zbulon se apartamentet me 1 deri në 2 dhoma janë më të preferuarat në Airbnb në Shqipëri, duke mbajtur rezervime pothuajse gjatë gjithë vitit, ndërsa vilat dhe shtëpitë historike sjellin fitime maksimale për gjatë sezonit veror. Sipas studimit më të fundit të Investropa, apartamentet me 1 dhomë gjumi dhe 1 sit kompakte me 2 dhoma gjumi po regjistrojnë rezervimet më të qëndrueshme në të gjithë Shqipërinë për Airbnb. Ky trend reflekton preferencat e udhëtarëve modern, çifte në pushime, individ dhe familjet e vogla të cilat kërkojnë hapësira praktike, të rehatshme dhe të përballueshme. Analiza e tregut tregon se apartamentet me 1 dhomë gjumi përbëjnë rreth 45% të rezervimeve totale, ndërsa 1 sit me 2 dhoma gjumi zën 35%. Pronat më të mëdha me 3 dhoma gjumi ose më shumë përbëjnë 20% e mbetur, megjithëse ato shpesh gjenerojnë të ardhura më të larta për rezervim për shkak të hapësirës dhe luksit që ofrojnë. Shkalla e përdorimit të apartamenteve varion nga 50% deri në 62% gjatë vitit, duke treguar një qëndrueshmëri të lartë dhe luhatje minimale sezonale. Në krahasim, vilat arrin mesatarisht 35 deri në 50%, duke u fokusuar kryesisht në muajt e verës, kur familjet dhe grupe të mëdha kërkojnë privatësi, hapësirë dhe pamje nga deti. Shtëpi tradicionale prej guri të vendosura në qytete historike si Berati dhe Gjirokastra shënojnë shkallë përdorimi 40 deri në 55%, të nxitura nga turistët kulturor që vizitojnë gjatë gjithë vitit. Investitorët që synojnë përdorim të qëndrueshëm dhe rezervime të larta gjatë gjithë vitit gjejnë në apartamente zgjedhjen më të sigurt dhe më pak të kushtueshme për mirëmbajtje, ndërsa vilat dhe shtëpitë e mëdha ofrojnë të ardhura më të larta gjatë sezonit të verës, duke përfituar nga çmimet premium që pagesat e familjeve dhe grupeve të mëdha mund të arrijnë. Për më tepër, shtëpi tradicionale prej guri tregojnë një raport më të mirë mes të ardhurave dhe kostove lokale operative, duke i bërë ato një alternativë të qëndrueshme për investime afatgjata në zonat turistike. Për gjatë 3 muajve të parë të këtij viti është shënuar një numër i konsiderueshëm qytetarësh që kanë përfunduar procesin e regjistrimit të vendimeve të legalizimit për objektet e tyre. Sipas të dhënave nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës, 6117 qytetarë kanë regjistruar vendimin e legalizimit duke u pajisur me dokumentacion të plot pronësie dhe duke fituar siguri juridike mbi pronën e tyre. Agjencia Shtetërore e Kadastrës bën të ditur se gjatë 3 muajve të parë të këtij viti është shënuar një numër i konsiderueshëm qytetarësh që kanë përfunduar procesin e regjistrimit të vendimeve të legalizimit për objektet e tyre. Sipas të dhënave, 6117 qytetarë kanë regjistruar vendimin e legalizimit duke u pajisur me dokumentacion të plot pronësie dhe duke fituar siguri juridike mbi pronën e tyre. Ky proces konsiderohet një hap i rëndësishëm për formalizimin e pronave dhe për garantimin e të drejtave ligjore të qytetarëve. Vetëm pas këtij hapi, ata mund të pajisen me dokumente zyrtare si certifikata e pronësisë, kartela e pasurisë dhe fragmenti i hartës kadastrale, të cilat janë thelbësore për çdo veprim juridik mbi pronën. Përmes regjistrimit të vendimit të legalizimit, pronarët fitojnë të drejtën për të administruar atë në mënyrë të tillë në përputhje me legjislacionin në fuqi. Gjithashtu, krijojnë mundësi për përdorimin e saj për funksione të ndryshme, si shitje, dhurim apo përdorim si kolateral për kredi. Agjencia Shtetërore e Kadastrës u bën thirrje të gjithë qytetarëve që disponojnë një vendim legalizimi për objektet e tyre të ndërmarrin hapat e nevojshëm për regjistrimin. Ky aplikim është i domosdoshëm për të pajisur me dokumentacionin e plotë të pronësisë. Regjistrimi i vendimit të legalizimit përbën fazën përfundimtare të këtij procesi dhe është thelbësor për të garantuar në mënyrë të plotë dhe të pakontestueshme të drejtat e pronarëve mbi pasurinë e tyre. Për më tepër ndihmon në uljen e informalitetit në tregun e pasurive të paluajtshme, kontribuon në rritjen e transparencës dhe sigurisë juridike në vend, si dhe në përmirësimin e administrimit të territorit.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani ranë dakord për një armë pushim 2 javor vetëm një orë para se të skadonte afati i fundit i vendosur nga presidenti Donald Trump për kapitullimin e Iranit. Minjëherë pas njoftimit, çmimet e naftës ranë me mbi 17%, $900 për fuqi. Shtetet e Bashkuara dhe Irani ranë dakord për një armë pushim 2 javor vetëm një orë para se të skadonte afati i fundit i presidentit Donald Trump për kapitullimin e Iranit. Trump u tërhoq nga kërcënimet e mëparshme apokaliptike se një qytetërim i tërë do të vdesë nëse Teherani nuk arrinte një marrëveshje, duke pezulluar sulmet ndaj urave dhe termocentraleve iraniane, një krim lufte kundër vendeve që janë kryesisht për përdorim civil. Këshilli i lartë i sigurisë kombëtare i Iranit tha se ka pranuar armë pushimin dhe se do të negociojë me Shtetet e Bashkuara në Islamabad duke filluar nga e premtja. Ministri i jashtëm iranian tha se kalimi në përngushtitjen e Hormuzit do të lejohej në menaxhimin ushtarak iranian. Nuk ishte menjëherë qartë nëse kjo do të thoshte që Irani do të lironte plotësisht kontrollin e tij mbi këtë rrugë ujore. As Irani dhe as Shtetet e Bashkuara nuk thanë se kur do të fillonte armpushimi dhe sulmet ndodhen në Izrael, Iran dhe në të gjithë rajonin e gjirit herë të mërkurën. Plani lejon që si Irani ashtu edhe Omani të vendosin tarifa për anijet që kalojnë në përngushtitje, sipas një zyrtari rajonal i cili foli në kushte anonimiteti për të diskutuar negociatat në të cilat ata ishin të përfshirë drejt për drejt. Zyrtari tha se Irani do të përdorte paratë mbledhura për rindërtim. Përveç kontrollit të ngushticës, kërkesat e Iranit për t'i dhënë fund luftës përfshin tërheqjen e forcave luftarake amerikane nga rajoni, heqjen e sanksioneve dhe lirimin e aseteve të ngryra të Iranit. Çmimet e naftës ranë me më shumë se 17% pas njoftimit të armpushimit. Kontratat e naftës Brent ranë me $14.51 dhe $94.76 për fuqi, ndërsa nafta e Teksasit perëndimor ranë me $17.16 dhe $95.79 për fuqi. Kostot në pompë ishin rritur ndjeshëm që nga lufta për amerikanët e zakonshëm, duke ushtruar presion të madh politik mbi Trump. Çmimet e aksioneve gjithashtu rritën në tregtinë e hershme të mërkurën në Azi. Linjat ajrore globale paralajmëruan se do të duhen muaj që furnizimi me karburant për avion të rikuperohet edhe nëse Irani rihap ngushticën e Hormuzit. Çmimet e karburantit për avion lëvizin paralelisht me çmimet e naftës, por ato janë më shumë se dyfishuar. Kreu i një organi që përfaqëson linjat ajrore globale paralajmëroi të mërkurën se do të duhen muaj që furnizimi me karburant për avion të rikuperohet edhe nëse Irani rihap ngushticën e Hormuzit, duke pasur parasysh ndërprerjet në kapacitetin e rafinimit në lindjen e mesme. Karburanti është shpenzimi i dytë më i madh për transportuesit ajror pas punës, zakonisht duke përbërë rreth 27% të shpenzimeve operative sipas shoqatës ndërkombëtare të transportit ajror. Mbyllja e ngushticës së Hormuzit nga Irani si pjesë e veprimeve hakmarrëse në luftë ka penguar furnizimet me karburant për avion në nivel global, ndërsa lajmi për një armpushim dhe mundësinë e kalimit të sigurt përmes Hormuzit i ka rritur ndjeshëm aksionet e linjave ajrore. Willie Walsh, drejtori i përgjithshëm i shoqatës ndërkombëtare të transportit ajror, u tha gazetarëve në Singapur se ndërsa i priste që çmimet e naftës bruto të binin, kostot e karburantit të avioneve mund të mbeten të larta për shkak të ndikimit në rafineri. Nëse do të rihapet dhe do të mbetej e hapur ngushtica e Hormuzit, mendoi se do të duhen ende disa muaj për të rikthyer në nivelin ku furnizimi duhet të jetë i pranishëm, duke pasur parasysh ndërprerjen e kapacitetit të rafinimit në lindjen e mesme, tha Walsh. Ai shpërfilli krahasimet me pandeminë COVID-19, e cila shkatërroi udhëtimet globale. Kjo nuk është e ngjashme me Covidin, kjo nuk është një krizë as pak e ngjashme me ato që përjetuam në Covid, tha ai. Në Covid kapaciteti u ul me 95% për shkak se kufit u mbyllën, ne nuk jemi as pak afër kësaj. Situata ishte më e krahasueshme me tronditit të tjera, të tilla si rënjet e viteve 2008-2009 ose pasojat e sulmeve të 11 shtatorit, shtoi ai. Pas 11 shtatorit, rimëkëmbja zgjati rreth 4 muaj. Në vitet 2008-2009 ishte ndoshta 10 deri në 12 muaj, tha ai. Çmimet e karburantit për avion normalisht lëvizin paralelisht me çmimet e naftës, por ato janë më shumë se dyfishuar që nga konflikti me Iranin, duke i kaluar shumë një rritje prej 50% të çmimeve të naftës së papërpunuar përpara lajmit të armpushimit 2 javor.
Mbyllja e ngushticës së Hormuzit po i sjell Rusisë të ardhura shtesë prej mbi 10 miliardë euro në muaj nga eksporti i naftës, gazit dhe plerave kimike. Në Moskë shpresojnë se çmimet e naftës do të shkojnë deri në $200 për fuqi dhe të ardhurat do të arrinin në 350.4 miliardë euro. Mbyllja e ngushticës së Hormuzit po i sjell Rusisë të ardhura shtesë për mbi 10 miliardë euro në muaj nga eksporti i naftës, gazit dhe plerave kimike. Rusia po përfiton nga rritja e çmimeve të lëndëve të para në tregun botror, pasi po eksporton nëpërmjet rrugëve të tjera. Ndikimi i çmimeve të larta të naftës është veçanërisht i rëndësishëm. Çmimi i naftës së papërpunuar Brent i kaloi $111 për fuqinë në fillim të javës. Kjo është pothuajse $40 më shumë se sa para luftës dhe është me rëndësi të madhe për buxhetin rus sepse varet shumë nga të ardhurat nga nafta dhe gazi. Para luftës në Iran, çmimi shkoi deri në $59 për fuqi. Rusia shënoi madje një deficit për shkak të çmimeve më të ulta të naftës. Me një çmim për $100 për fuqi, Rusia do të marrë edhe 10 miliardë vetëm nga nafta dhe gazi në nivelet aktuale të çmimeve, ndërsa janë të mundshme të ardhura shtesë për rreth $50 miliardë në vit. Analistët presin të ardhura më të mëdha për Rusinë edhe nga plerat kimike, ku skenari mesatar parashikon deri në 8.9 miliardë euro më shumë. Shtimi i eksportit ndikon në financimin e luftës në Ukrainë. Në Moskë shpresojnë se çmimet do të shkojnë deri në $200 për fuqi. Në këtë rast, të ardhurat do të arrinin në $350.4 miliardë, përkatësisht $247 miliardë më shumë se shuma e buxhetuar. Me sanksionet e vendosura ndaj Rusisë për shkak të luftës në Ukrainë, shumë vende po importojnë ndjeshëm më pak lëndë të pararuse, por tregtia normale vazhdon me shumë vende të tjera dhe përmes rrugëve të tjera. Motocikletat elektrike kineze po fitojnë popularitet në tregjet e huaja për shkak të rritjes së çmimeve ndërkombëtare të naftës të nxitura nga konfliktet gjeopolitike. Që nga marsi, kërkesa për porosi për motocikletat elektrike është rritur ndjeshëm me 30% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Motocikletat elektrike kineze po fillojnë popularitet në tregjet e huaja për shkak të rritjes së çmimeve ndërkombëtare të naftës të nxitura nga konfliktet gjeopolitike. Një kompani bicikletash elektrike në Kinën Lindore po garon me kohën për të përmbushur porositë e eksportit. Kohët e fundit, vëllimet e porosive janë rritur ndjeshëm. Vetëm në mars ne eksportuam më shumë se 6.000 bicikleta elektrike dhe në prill do të dërgojmë mbi 7.000 njësi. Porositë tona të prodhimit janë planifikuar tashmë deri në korrik, tha Liu Du, zëvendës drejtori i kompanisë. Një person përgjegjës për një kompani motocikletash elektrike në Kinën Jugore tha se inventari i saj në tregun azis juglindore është pothuajse i shitur dhe kërkon rimbushje urgjente. Shumë kompani të tjera të motocikletave elektrike në qytet raportuan se që nga fillimi i marsit, çmimet në rritje të vazhdueshme të naftës kanë rritur si kërkesat ashtu edhe eksportet e motocikletave elektrike. Që nga marsi, kërkesa për porosi për motocikletat tona elektrike është rritur ndjeshëm me 30% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, tha Zhang Linking, menaxheri i departamentit të tregtisë ndërkombëtare të një kompanie lokale të motocikletave elektrike. Në mars të këtij viti, ndërmarrjet prodhuese eksportuan bicikleta elektrike, motocikleta dhe pjesë këmbimi me vlerë rreth $3.6 milion, një rritje vjetore për 1.4 herë, tha Li Win, kreu i seksionit të mbikëqyrjes së doganave Gaosha. Konflikti në gjirin Persik kanë shkaktuar mungesë të gazit të lëngshëm dhe naftës në shumë vende për shkak të reduktimit të trafikut detar përmes rrugës kryesore të transportit të naftës, ngushticës së Hormuzit. Mbyllja e rrugës detare ka rritur tashmë çmimet globale të naftës. Ndërsa Emiratet e Bashkuara Arabe janë vënë në presionin iranian, imazhi i Dubait si një streh e sigurt për elitën globale po fillon të zbehet. Investitorët tani po i kthejnë syt nga Evropa me Milanon që del si një zgjedhje kryesore. Deri pak javë më parë, Dubai konsideroi destinacion i dukshëm për britanikët e pasur që kërkonin një bazë të re. Mundësia për të fituar të ardhurat të mëdha pa taksa dhe për të shpenzuar ato në hotele, restorante dhe dyqane luksoze bënte qytetin tërheqës. Megjithatë, ndërsa Emiratet e Bashkuara Arabe janë vënë në presionin iranian, imazhi i Dubait si një streh sigurt për elitën globale po fillon të zbehet. Investitorët tani po i kthejnë syt nga Europa, me Milanon që del si një zgjedhje kryesore. Sipas analistëve, Italia ofron përfitimet më të mira, një normë të sheshtat
hetimore dhe një cilësi të lartë jetese. Ata që largohen nga Emiratet e Bashkuara Arabe mund ta imagjinojnë lehtësisht jetën e tyre në Romë ose Milano, qendra ndërkombëtare dhe kozmopolite. Milano tashmë është një qendër për bankierët, avokatët dhe investitorët e Europës, po tërheq gjithnjë më shumë të huaj të pasur. Regjimi tatimor i Italisë u lejon banorëve të rinj të paguajnë një taks vjetore prej 300.000 euro mbi të gjitha të ardhurat e huaja, një shumë minimale për personat shumë të pasur. Fluksi i ri i kapitalit po rrit çmimet e pronave në Milano. Sipas Knight Frank, çmimet janë rritur me 38% në 5 vite, me qytetin që ka kaluar Venecia si më i shtrenjti në Itali. Italia ka gjithashtu një program të quajtur Rientro dei Cervelli, kthimi i trurit, që u lejon banorëve të rinj ose atyre që kthehen të tatohen vetëm me 50% të ardhurave të tyre për 5 vite. Megjithatë, pyetja mbetet, a mund ta zëvendësojë Milano Dubain si qendra e re e elitës globale? Analistët janë optimistë të kujdesshëm, teksa deklarojnë se Dubai do të rimëkëmbet, mund të mos i plotësojë më nevojat e të gjithëve, por pak vende në botë ofrojnë të njëjtin kombinim mundësish dhe cilësie jete. Një numër gjithnjë në rritje gjermanësh të moshës 14 deri 29 vjeç thonë se po planifikojnë në mënyrë aktive të largohen nga adeu i tyre. Gjetjet bazohen në një anketë përfaqësuese kombëtare me 2012 persona të moshës 14 deri 29 vjeç të kryer midis 9 janarit dhe 9 shkurtit 2026. Një numër gjithnjë në rritje gjermanësh të moshës 14 deri 29 vjeç thonë se po planifikojnë në mënyrë aktive të largohen nga adeu i tyre. Referuar një studimi të fundit të quajtur Youth in Germany, rreth 21% e të rinjve gjerman të anketuar thonë se po planifikojnë në mënyrë aktive të largohen nga Gjermania për të gjetur një jetë më të mirë. Plot 41% thonë se mund ta imagjinojnë zhvendosjen jashtë vendit në një afat më të gjatë. Gjetjet bazohen në një anketë përfaqësuese kombëtare me 2012 persona të moshës 14 deri në 29 vjeç të kryer midis 9 janarit dhe 9 shkurtit 2026. Të anketuarit thanë se ishin të shqetësuar për sigurinë ekonomike në Gjermani, e cila ka pasur një ekonomi në stagnacion për 2 vitet e fundit, rritja e kostove të strehimit, perspektivat e dobta të karrierës përballë inteligjencës artificiale dhe rritja e presionit financiar po e bëjnë më të vështirë për të rinj të bëhen të pavarur, thanë pjesëmarrësit në anketë. Rezultatet e studimit tregojnë në një mënyrë dramatike se sa shumë po ndikojnë te të rinjt presionet e viteve të fundit në formën e stresit, lodhjes dhe një ndjenje në rritje të mungesës së perspektivës, thanë organizatorët e studimit. Brezi i gjeneratës Z po tenton gjithashtu drejt ekstremeve politike në Gjermani. 21% e votuesve nën moshën 25 vjeç votuan për partinë e ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë, AfD, në zgjedhjet e fundit të shtetit Rheinland-Pfalz. Ndërkohë partia krahautomaj Die Linke mori 19% të votave nga kjo grup mosh. Polarizimi i vendit, veçanërisht rritja e partive të ekstremit të djathtë, po bën që shumë të rinj të marrin në konsiderat largimin. Gjermania mbetet ekonomia e tretë më e madhe në botë sipas prodhimit të brendshëm bruto nominal, pas Shteteve të Bashkuara dhe Kinës. Pra ku po shkojnë këta të rinj gjerman? Sipas një sondazhi të Destatis të vitit 2024, Zvicra është destinacioni kryesor i ndjekur nga Austria. Kryeqyteti austriak Vjena renditet vazhdimisht midis qyteteve më të jetueshme në botë me shërbimet e saj publike të besueshme dhe cilësinë e lartë të jetës. Në sondazhin e Mercer për cilësinë e jetës të vitit 2024, qyteti u renditi dyti në botë, duke lënë pas vetëm Zyriun. Vende të tjera me qytete në listë përfshin Shtetet e Bashkuara, Spanjën dhe Francën. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Të tjera zhvillime i gjeni duke klikuar në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Faleminderit që na ndoqët, mirë u takofshim.